Zoti më shpëtoi. Gjuli Nura pëson aksident të rënd në rrugët e Gjermanisë. Influencerja dhe modelja e njohur shqiptare, Gjuli Nura, ka përjetuar një ngjarje të frikshme gjatë udhëtimit të saj drejt Zvicrës. Ajo ka qenë e përfshirë në një aksident trafiku ndërsa po udhëtonte me makinën e saj përmes territorit të Gjermanisë, me destinacion përfundimtar Zvicrën. Lajmin e ka konfirmuar vetë Nura përmes rrjeteve sociale, ku ka ndarë me ndjekësit disa pamje dhe detaje nga ngjarja. Sipas saj, aksidenti ka qenë mjaft i papritur, por fatmirësisht ka përfunduar pa pasoja për jetën dhe shëndetin e saj. Faleminderit Zotit që gjithçka përfundoi vetëm me dëme materiale. E rëndësishme është që jam mirë dhe asgjë tjetër s'ka rëndësi, ka shkruar ajo në një postim ku falenderon Zotin për shpëtimin. Fotot e publikuara nga vendi i ngjarjes tregojnë se automjeti i saj ka pësuar dëme të konsiderueshme, gjë që tregon fuqinë e përplasjes. Megjithatë, Nura është treguar e qetë dhe mirënjohëse që situata nuk ka marrë për masa më serioze. Ky incident ka ngjallur menjëherë reagime të shumta në rrjete sociale, ku ndjekësit e saj i kanë uruar shërim të shpejtë dhe i kanë shprehur mirënjohje që ka shpëtuar pa lëndime. Në postimet e saj të fundit, Nura është shprehur se do të vazhdojë aktivitetet e saj normale pas disa ditësh pushim, duke theksuar se jeta dhe siguria janë mbi gjithçka tjetër.